Vazhdojmë me librin e Gjonit, kapitulli 4, tani fillojmë tek vargu 46. Jezusi erdhi pra përsëri në kan të Galiles, ku e kishte bërë ujin verë. Dhe aty ishte një nëpunës i mbretit, djali i të cilit ishte shumë i sëmur në Kapernaum. Ky kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi tek ai dhe i u lut që të zbriste e ta shëronte birin e tij që ishte gati për vdekje. Atëherë Jezusi i tha: "Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni." Nëpunësi i mbretit i tha: "Zot, zbrit para se djali im të vdes." Jezusi i tha: "Shko, djali yt jeton." Dhe ai njeri i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. Pikërisht kur ai po zbriste, i dolën përpara shërbëtorët e vet dhe informuan duke thënë: "Djali yt jeton." Dhe ai i pyeti ata në cilën orë u bë më mirë. Ata i thanë: "Dje në orën 7 e lan ethet." Atëherë ai e kuptoi se ishte pikërisht në atë orë në të cilën Jezusi i kishte thënë: "Djali yt jeton." Dhe besoi ai dhe gjithë shtëpia e tij. Djali yt jeton. Fjala e Jezusit jeton. Me anë të frymës së shenjtë, edhe tani, Jezusi shëron me anë të fjalës së tij. Jezusi i tha nënpunësit të mbretit: "Djali jot jeton." Ai nuk vajti ta vizitonte, ai nuk vajti për t'i vënë duart mbi atë djalë, për ta shëruar, jo. Ai thjesht tha fjalën. Edhe unë tani po them fjalën, që çdo gjë që është duke vdekur në jetën tuaj, do jetoj. Çdo gjë që duket sikur po vdes, do jetoj me emrin e Jezusit. Çdo njeri që është sëmur, do shërohet në emrin e Jezusit. Sepse ai e ka dërguar fjalën dhe tani fjala po vjen tek juve. Besoni, besoni, besoni. Në emrin e Jezusit lutem. Amen.